Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, jemi në këtë orë të mesditës. Ju ftojmë që së bashku të lutim Engjëllin e Zotit dhe orën e mesme. Në emër të Atit e të Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju falë zojës Mari. Ajo ngjesi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjet, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banojmë ndër ne. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nënë e hyjet. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi. Hirin tënd po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na zbulove mishrimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e Krisht të Tij, na udhëhiq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Një aty në të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit. Aty në që je në qiell u shetroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijëm në tundim, por na lëro nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty. E bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Marina na hyjet, lutu për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Jepu o Zot pushimin e pasosur, Dhe ish ndrej drita pa mbaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, Që jerojtari im, pasi hyji për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Tani të dashur dëgjues, po lusim orën e mesme. Sot është e hënë java 12 gjatë vitit. Psalmet e marra nga java 4 e psalterit. O hyjma e ja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës 6.
Mbreti fort, hyj i vërtet, që sundon të gjitha sendet, me ndriqim pajis mëngjesin, dhe me zjarë shkëlqen mes ditën. Shuaj flakët e shamatave, flakë zjarin e dëmpruzve, jepu trupave shërimin, dhe të vërtetën paqe zemrave. Bëjo atë të drejtësi, dhe t'i birë baraz me atin, bashk me shpirtin ngushëllimtar, që mbretëroni ndër gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Drejtoji, o Zot, hapat e mi me premtimin tënd. Psalmi 119, pjesa e 17. Meditimi i fjalës së Zotit në ligj. Dashuria është zbatimi i përsosur i ligjit, thot letra drejtuar Romakëve, kapitulli 13:10. Të mrekullueshme janë dëshmitë e tua, prandaj i mban shpirti im. Zbulesa fjalëve të tua ndriçon, të miturit i bën të urtë. Hap gojen e marr frym, i mallëngjyer për porositë tua. Kthehu prej meje ki mëshirë për mua, ti që je i drejtë për ata që e duan emrin tënd. Drejtoj hapat e mi sipas fjalës sate, të mos më sundoj asnjë e keqe, më shpëto prej shpifjeve të njerëzve, që t'i ruaj urdhrimet e tua. Ndrite fytyrën tënde mbi shërptorin tënd, dhe mi mëso urdhërimet e tua. Sytë mi i derdhen rrëk e lotësh, sepse nuk mbahet ligji yt. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Drejtoj, o Zot, hapat e mi me premtimin tënd. Antifona e dytë. Vetëm një është ligjvënës e gjykatës, e ti kush je që ta gjykosh të afërmin tënd? Psalmi 82. Kundër gjyqtarëve të padrejtë. Gjykatësi im është Zoti, prandaj mos gjykoni para kohe, para se të vijë Zoti, thot letra e parë drejtuar Korintianëve, kapitulli 4:5. Hyi u ngrit në kuvendin hynor, po gjykon midis hynorëve. Deri kur do të gjykoni padrejtësisht, e krah do të mbani të paudhve? Dilni Zot të likshtit e të mjerit, jepjani të drejtën të përvujtit e skamnorit, lironi të ndrydhurin e të vobektin, shpëtojeni prej thonjve të paudhit. Por ata skuptojnë, vesh nuk marrin, ecin në përerësirë, po lëkunden të gjitha themelet e tokës. E pra, unë thash, ju jeni Zota, bijtët e lartit të gjithë, por të gjithë do të vdisni si njerëzit, poshtë do të bini si një, ju o princa. Ngrihu o hyj, gjikoje tokën, sepse me të drejtë je pronar i të gjitha kombeve. Lavdiate e të birit të shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Vetëm një është ligjvënës e gjykatës, e ti kush je që ta gjykosh të afërmin tënd? Antifona e tretë. E thira Zotin dhe ai e dëgjoi zërin tim. Psalmi 120. Dëshira për paqen e rrezikuar prej të paudhve. Ai është paqja jon, erdhi t'ju kumtoj paqen juve që ishit larg dhe atyre që ishin gjatë. Krahaso letrën e 2 drejtuar Efesianëve, kapitulli 14, 17 dhe 16. Në ngushtit se thira në ndim Zotin, dhe ai më dëgjoi.
Më shpëto Zot prej buzëve gënjeshtare, prej gjuhës qëllimisht gënjëse. Vallë ç'duhet të jepet, ose si të shpaguhesh o gjuhë qëllimisht gënjyese, shigjeta luftëtari të mprehta, të skuqura me gaca pishash. I miri unë që ri në Mosok, dhe banoj në tendat e Cedarit, te përgjat jetoj shpirti i me këta, që urrejnë paqen. Unë jam për paqe, por kur flas, ata kërkojnë luftë. Lavdjatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. E thira Zotin, dhe ai e dëgjoi zërin tim. Leximi i shkurtër i orës 6, sipas librit të Urtisë, kapitulli 15, rreshti 1-3. Ti, hyj ynë, je i butë e besnik, i durueshëm dhe gjithçka drejton me mëshirë. Njohja jote një mend është drejtësi e përsosur, të pranuarit e pushtetit tënd është rrejnë e pavdekësisë. Hyje i mëshirës dhe i hirit. I ngadalshëm në hidrim e i madh në dashuri. Të lutemi. O hyj, ti që je zotrues i vreshti dhe të korrave, dhe çdo njeri ti dorëzon punën e tij dhe shpërblimin e drejtë, na ndihmo ta mbajmë peshën e ditës sonë duke e pranuar me gëzim vullnetin tënd në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin. Të dashur dëgjues, patët mundësi që së bashku të lusim Engjëllin e Zotit dhe orën e mesme. E ju vazhdoni të qëndroni me programet tona të radhës të Radio Marisë së Kosovës, një zëj krishtër në shtëpinë tënde, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.